Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Dashi. Do bëjmë leximin e radhës për ju të dashur dhe po fillojmë me mbretëreshën e kupës. Kjo është një energji kogja e butë, e thellë, e ndjeshme dhe shumë e kujdesme që tregon se pas gjithë luftrave që keni patur të fundit të dashur, zemra është duke kërkuar qetësi, mendojmos, paqe shpirtërore, dashuri të vërtetë, lidhje emocionale, por çfarë do të jetë, diçka ti është bërë boll, mjaft, sikur ka kaluar çdo kufi. Tani jeni duke dëshiruar vërtet për një qetësi, një dëshirë madhe për të ndjerë kuptuar dhe jo për të luftuar më të dashur. 2 dhe 10 të kupës të dashur, 2 dhe 10 të kupës janë emocionet. Tregojnë se universi vërtet po i sjell Dashit mundësi për lidhje të thella, qoftë dashuri, pajtim me dikë, apo një ndjenjë të re që mbush shpirtin. Është një periudhë ku ndjenjat vinë të pastra të dashur, por vetëm nëse ju e lejoni këtë gjë, nëse dorëzoheni pak dhe të mos mbani apo të ndjeni nevojën të mbani gjithçka në kontroll. Kjo nuk do të thotë patjetër në dashuri, mund të jetë një pajtim me dikë, do thot patjetër dashuri, mik, familjar, koleg, ku di unë, apo diçka dhe për punë. Vërtet, sikur mjafti i është bërë vërtet e ka kaluar çdo kufi kjo çfarë keni përjetuar, të shqetësimeve në përgjithësi që keni patur, dhe kjo energji po vjen sikur për t'ju sjell një paqe pas betejave apo pas luftrave dhe për të mundur të zgjedhni, të dorëzoheni në fund tek diçka më e mirë se ajo çfarë keni patur. 10 të shpatës është fundi, absolutisht fundi i vështirësive, fundi i një cikli, zhgënjimet që keni patur, ndarjet apo thjesht ndjenjet se që keni përjetuar. Gjithçka të dashur, ajo e keqe ta themun, është sikur një vdekje e të vjetër së vetes, ta them. Një person që keni qenë dhe nuk jeni më, një situatë që ka qenë dhe nuk është më, fundi i së keqes, fundi i të këqijave, por e nevojshme që të hyjë drita e re. Do thotë për të kaluar apo ka përcyer diçka të vjetër, do thot nga e kaluara në diçka vërtet të re, fundi i të gjitha atyre gjërave që keni përjetuar. Dhe të dashuruarit, të dashur, shfaqet gjithmonë si zgjedhje e madhe, zemra apo arsyeja. Dashi do të duhet të vendosin midis diçkaje që ju tërheq emocionalisht, nga që kemi kogja këtu emocion dhe logjika këtu absolutisht, që në tërheq emocionalisht dhe diçkaje që ndoshta duket më e sigurt, ajo e logjikshme. Kjo periudhë kërkon vendime të ndershme me vetveten të dashur, çfarë më bën apo çfarë ju bën të lumtur vërtet në këtë rast, dhe atë të zgjedhim. 9 të shkopive të dashur tregon të lodhur, të raskapitur, por jo të dorëzuar. Jeni duke qëndruar, dhe kjo është e bukur e gjithë kësaj, duke qëndruar në këmbë, i plagosur absolutisht me dhimbje të ndryshme, me zhgënjime të ndryshme, por absolutisht të forta, me përvojë të fituar. Të fituar se është fundi këtu, dhe këtu jemi një plotësim, një përmbushje, një realizim, por këtu, mes këtyre gëshërave, por këti udhkryqi, cilën dhe çfarë do të zgjidhni. Pra, jeni duke qëndruar në këmbë dhe të fortë. Kjo është periudha ku duhet të mbrosh atë që ke ndërtuar dhe të mos e lësh shpresën të shuhet. Pra, të dashur deshë, mos lejo që plagët e së shkuarës të mbyllin zemrën. Aty ku dikur ke ndjerë dhimbje, tani po të hapen mundësit për dashuri, lumturi të reja, po çfarëdo që jeni duke dëshiruar në situatën e juaj. Zgjedhja është midis frikës dhe dashurisë. Çfarë të bëj? Ai skepticizmi, pikpyetja,
të qëndroj, të pranoj, të besoj. Dhe ti tashmë e di cilën rrugë duhet ndjekur. Të lodhur, po, të raskapitur, po, por që atë paqe që jeni duke dëshiruar është aty, pas kësaj zgjedhje që bëni. Çfarë do lloj zgjedhje që të jetë për dashuri, punë, familje, veten e juaj. E dini cilën duhet zgjedhur. Ajo që ju rëndon më shumë.